Në këtë edicion do të ndiqni. Semaforët në drejtim të shkollës Femiagoni pjesërisht jashtë funksionit. Shkurtohen orët e mësimit në shkollat e Gjakovës shkak temperaturat e larta. Atleti Tiran Mamusha rrëmben një tjetër sukses. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Energjia elektrike është padyshim ndër nevojat më bazike të funksionimit të rregullt të anëvisërive, bizneseve të tjera. Mungesa vazhdueshme e saj po vazhdon të paraqes pengesë të përditshme për banorët e fshatit Mogliz dhe fshatrave përreth. Banorët e fshatit Moglic të Gjakovës po vazhdojnë të përballen me reduktime të shpeshta të energjisë elektrike, një problem që sipas tyre po zgjat prej kohësh dhe ende nuk ka marrë zgjidhje. Edhe pse shqetësimi është ngritur vazhdimisht nga banorët dhe është raportuar disa herë në mediumin ton, situata mbetet e pandryshuar. Ata ankohen se ndërprerjet e energjisë po ndodhin pothuajse çdo ditë, duke u vështirësuar jetën e përditshme dhe funksionimin normal të anëvisërisë e obligimeve tjera që ata kanë. Redaksia e televizionit Syri vazhdon të pranojë mesazhe dhe ankesa nga banorët e këtij fshati, të cilët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse për të zgjidhur këtë problem. Banorët kërkojnë nga autoritetet dhe operatorët përgjegjës të rrjetit energjetik që të marrin masa sa më shpejt, në mënyrë që furnizimi me energji elektrike të stabilizohet dhe problemet e vazhdueshme të marrin fund. Ndërkohë, ne vazhdimisht jemi drejtuar përmes telefonit si dhe emailit kompanisë KEDS, por nuk kemi arritur të marrim një përgjigje. Mos funksionimi i rregullt i semaforëve, në veçanti atyre në afërsi të shkollave, po vazhdon të jetë problem i kamotshëm. Gjendja e tillë vazhdon të mbetet në afërsi të shkollës Femiagoni, ku tash shumë kohë semaforët nuk janë në funksion të plotë. Funksionimi jo i rregullt i disa prej semaforëve në qytet po vazhdojnë edhe më tutje. Semaforë jo plotësisht funksional tash e sa kohë gjenden në kryqëzimin e rrugëve Washingtoni dhe Mitsokoli dhe po shkaktojnë shqetësime të mësorët, e sidomos të nxënësit për shkak të afërsisë së shkollës. Udhëkyqi lidh pjesë të rëndësishme të qytetit, prandaj qarkullimi është i madh, ndërsa nga qytetarët kërkohet rregullimi i semaforëve për parandalimin e ndonjë aksidenti të mundshëm. Nga sot e deri në përfundim të vitit shkollor, orët mësimore në shkollat e Gjakovës do të jenë 40 minuta e jo 45 siç ishin deri më tani. Ky vendim është marrë nga Drejtoria e Arsimit në Gjakovë për shkak të temperaturave të larta. Temperaturat e larta që kanë përfshirë vendin gjatë ditëve të fundit kanë sjellë ndryshime edhe në procesin mësimor në komunën e Gjakovës. Për shkak të vapës së madhe dhe për të mbrojtur shëndetin e nxënësve dhe stafit arsimor, orët e mësimit në shkolla janë shkurtuar nga 45 në 40 minuta dhe njëkohësisht ka ndryshuar orari i fillimit të mësimit për ndërimin e pasditës. Ky vendim është marrë si masë parandaluese, me qëllim që nxënësit të kenë më të lehtë përballimin e temperaturave të larta gjatë qëndrimit nëpër klasa. Pavarësisht këtij vendimi, procesi mësimor po vazhdon rregullisht, ndërsa shkollat po përpiqen të krijojnë kushte sa më të përshtatshme për nxënësit dhe stafin arsimor gjatë kësaj periudhe me temperatura të larta. Deri me 12 qershor do të qëndrojë i hapur aplikimi online për testin e maturës shtetërore për maturantët e Republikës së Kosovës, të cilët do t'i nënshtrohen testimit me 20 qershor 2026. Ky është viti i tretë që provimi i maturës paraqitet në platformën e-Kosova dhe jo si më parë fizikisht në shkollat e mesme të larta apo gjimnaze. Nga 1 qershori, ka filluar zyrtarisht aplikimi për paraqitjen e provimit të maturës për të gjithë nxënësit e klasave të 12-ta në Kosovë. Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka bërë të ditur se aplikimi do të vazhdojë të jetë i hapur deri me 12 qershor. Për të tretin vit radhësi, maturantët nuk kanë nevojë të plotësojnë formular fizik nëpër shkolla. I gjithë aplikimi po zhvillohet në mënyrë digjitale nëpërmjet platformës shtetërore e-Kosova, duke lehtësuar kështu procedurat për nxënësit. Testi maturës të vitit të përmbajë 4 lëndë, 3 prej tyre të detyrueshme për të gjithë: gjuhë shqipe, matematikë dhe gjuhë angleze.
Dërsa lëndën e 4 nxënësit e zgjedhin vetë sipas drejtimit të shkollës. Afati i parë i provimit do të mbahet me 20 qershor. Për ata që nuk e kalojnë ose humbin këtë afat, mundësia e dytë do të jetë në afatin e gushtit me 29 gusht. Kujtojmë se këtë vit, Kuvendi i Kosovës ka miratuar edhe projekt ligjin e ri për maturën shtetërore, i cili vendos standarde dhe masa të rrepta ndaj kopimit, duke përfshirë edhe gjopa të konsiderueshme për shkelësit. Banorët e zonës së Hasit janë takuar mbrëm me strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës, ku shpalosën pjesë nga programi politik që synojnë ta implementojnë gjatë qeverisjes së ardhshme. Krahas pikave kyçe të programit, Hasianet diskutuan për shumë çështje me kandidatët për deputet edhe për problematikat që prekupojnë komunitetin e kësaj zone. Partia Demokratike e Kosovës, Dega në Gjakov, ka mbajtur një takim elektoral me banorët të Hasit. Kandidati për deputet Hysni Muhadri kërkoi mbështetjen e hasianëve për zgjedhjet e ardhshme. Jemi afër datës 7 qershor. Jemi në fushat zgjedhore, edhe 6 ditë na kanë mbetë deri te momenti më i rëndësishëm, deri te momenti i votimit, ku me votën e juaj, familjarëve tuaj, të miqve dhe dashamirëve mund ta bëjmë ndryshimin e madh, cilin e ka nevojë shumë Kosova. Në këtë takim mori pjesë edhe kandidati për deputet Xhavit Haliti, i cili prezantoi pjesë të programit të PDK-s. Qeveria ardhshme do të organizoj dhe do të bëjë një program të veçantë, jo për diasporën, por për shqiptarët që janë shpërngul kush për punë, kush nga dhuna, që fëmija aty në të paktën të kthehen në Kosovë, po të kthehen në Kosovë me investimet, kthehen në Kosovë për të jetu nashta më mirë se atje përmes investimeve që i bëjnë këtu. Para të pranishmeve foli edhe kryetari i Degës së PDK-s në Gjakov dhe kandidati për deputet Hajdar Beqa. Me Bedri Homzën, i cili me 7 qershor i premton Hasit, i premton Gjakovës, i premton Kosovë zhvillim ekonomik, do t'i rritet paga, do të rritet pensioni, do të rritet me njëherë 50%. Nuk do të ketë pension Kosovë nër 300 euro. Banorët e Hasit shprehen mbështetjen e tyre për kandidatët e PDK-s në zgjedhjet e 7 qershorit. Dhe deputet e listës Partisë Demokratike të Kosovës. Ka ngelur vetëm edhe pak ditë deri në përmbyllje të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat do të mbahen me 7 qershor. Ekipi ynë ka siguruar sot opinionet e disa qytetarëve se si po vlerësojnë ata ecurinë e fushatës, programet elektorale dhe listat e kandidatëve. Ndjekim kronikën. Kanë mbetur edhe 4 ditë deri në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që do të mbahen me 7 qershor. Fushata zgjedhore po hyn në fazën e saj përmbyllëse, ndërsa subjektet politike po vazhdojnë prezantimin e programeve dhe kandidatëve para qytetarëve. Ekipi ynë ka marrë sot opinionet e disa qytetarëve të Gjakovës për të kuptuar se si po e vlerësojnë ata ecurinë e fushatës zgjedhore, ofertat politike dhe listat e kandidatëve për deputet. Fushatat bishojmë si të gjithë tash takqymë në zgjedhje tash. Fushatat që shkon inshallah fitojnë qaj që mundet me majtë këtë vënë. Si shë këtu projektet, programet e partive të ndryshme? Mirë fort, mirë, s'ka ma regel që më konë. Tash tërë mas e këshymë që bëhat. Ndërkaq, disa qytetarë të tjerë shprehen me qëndrime të ndryshme. Premtimet janë të shumta, por realizimet inshallah janë edhe ato. Për ndryshe fushata është shumë e shkurt, programin nuk ka, shpresat janë shumë të mëdha për ndryshim, besoj që do të ketë ndryshim edhe gjithë po shpresojmë. Mendoj dhe do të më pas ndryshim, për ndryshi që 6 vjetë kemi të pang i shtetit të gjithave. Inshallah, bëhen ndryshimi për qështu populli shqiptar kur i Kosovës, kur ditë s'ka më pa. Se që si u shpreheva që tash,
Ertë ju e ju falenderoj. Inshallah vetë disohemi, se përndryshe që 5 vjetë, 6, s'ka kur gjë. Qytetarët ndërkohë presin që premtimet e dhëna gjatë kësaj fushate të shndrohen në projekte konkrete pas përfundimit të procesit zgjedhor. Atleti Tiran Mamusha ja ka dalur edhe një herë të tregoj rezultate të mira në disiplinën e vrapimit. Të ndjeki materialin që na nje me detaje. Shtesë. 9 kilometra vrapuan rreth 1000 atlet. E më i mirë nga ta doli Tiran Mamusha. Në fund të muajit maj, ai mori pjesë në krejt të Gjermanisë, garë për të cilën tregoi më shumë vetë ai. Atje kam arrit me doli pori, gora ka fillu në ora 10 të natës, ka qenë diçka eksperiencë interesante se është gora pora jeme që kam garu natën, edhe është ndër gorat e pora, gora por që garohet natën në Evropë, ndër gorat e pora. Edhe ka qenë një gorë interesante, shumë atraktive, e lezetshme, jam kënaqur gjatë gorës, kena pas 3 herë më të cilë njëtin rrugë, edhe kam arrit me doli pori, ka qenë një konkurrencë, mund me thonë konkurrencë e mirë. Tironi tregoi po ashtu edhe për planet e tij të ardhshme. Javën tjetër shkojnë me një kamp përgatitor në Malzi, mandej mas kampit kam gorën e tjetër me 11 korrek në Zagreb, Kroacisë, aty garoj në gjysmë maraton, edhe atje është night run. Mandej planet e tjera janë prapë, domethënë zakonisht sezoni i verës është vetëm kampe, edhe gora ku marr ftesa. Prej shtator fillojmë me sezonin e gorëve, ku gorët mund të thonë ka një sezon shumë i fortë. Ky event sportiv mbledh qindra atlet profesionistë dhe amator nga vende të ndryshme, të cilët garojnë në ndriçimin magjik të natës përgjatë rrugicave të ndriçuara të zonës së Moselit. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Semaforët në drejtim të shkollës Femiagani pjesërisht jashtë funksionit. Shkurtohen orët e mësimit në shkollat e Gjakovës shkak temperaturat e larta. Atleti Tiran Mamusha rrëmben një tjetër sukses. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjekni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.